Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. OSBE kërkon të jepet fund shitblerjes së votës dhe keqpërdorimit të administratës. Prokuroria premton hetim të plotë të krimeve elektorale. Kryeministri i Britanisë së Madhe Keir Starmer do të vizitojë për herë të parë Tiranën pranë një heti në Shqipëri përpara samitit të komitetit politik. Vendosja e fletëve të votimit në zarfe për diasporën mbyllet brenda javës. KQZ orienton emigrantët për procedurën që duhet të ndjekin. Vijojmë të ndjekim gjërësisht zhvillimet kryesore të ditës. Shitblerja e votës dhe keqpërdorimi i administratës sipas OSBE janë problematikat që duhet të marrin fund në zgjedhjet e 11 majit. Edhe Prokuroria e Përgjithshme thekson se hetimi i krimit elektoral do të jetë prioritet për organin e akuzës. Ruajtja e votës në 11 maj duhet jetë prioriteti të gjitha organeve ligjzbatuese. Kjo deklaratë u bë nga kreu i OSBE në Tiranë, Michel Tarran. Ai u referua raporteve të dy zgjedhjeve të fundit, parlamentaret e 2021-shit dhe vendoret e 2023-shit, ku përparimi ishte i dukshëm, por mbeten ende problematika që kërkojnë zgjidhje. Krimi zgjedhor, në veçanti shitblerja e votës, keqpërdorimi i burimeve të administratës dhe frikësimi i votuesve vazhdojnë të jenë çështje shqetësuese. Votuesit duhet të informohen në mënyrë sistematike për mekanizmat përkatës lidhur me raportimin e shkelëve përfshirë mbrojtjen e sinjalizuesve dhe garancitë kundër hakmarrjes. Për kreun e Prokurorisë së Përgjithshme Olsian Çela, bashkëpunimi ndërinstitucional ka nisur dhe pritet të jetë i frytshëm. Kemi vendosur që pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të ketë përfaqësues të Prokurorisë së Përgjithshme, një prokuror dhe një oficer i policisë gjyqësore, gjithashtu të tillë do të ketë edhe nga Prokuroria e Posaçme, të përcillen siç duhet në prokurorit kompetente. Ka nevojë për një qasje proaktive, jo për një qasje pasive. Çka duhet shoqërohet me hetime të shpejta, hetime intensive. Në tryezë morën pjesë edhe zëvendës drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Sokol Bishga dhe komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi, si dhe disa prokuror. Një ditë më parë, OSBE vizitoi strukturën antikorrupsion, institucion të cilit i dhuroi edhe disa pajisje kompjuterike. Për herë të parë në Tiranë do të zhvillojë një vizitë zyrtare kryeministri i Britanisë së Madhe Keir Starmer. Lajmin e bëri të ditur shefi i qeverisë Rama, i cili sqaroi se homologu i tij do të jetë në Shqipëri përpara samitit të komunitetit politik. Kryeministri britanik Keir Starmer pritet të vizitojë Shqipërinë përpara takimit të komunitetit politik evropian më 16 maj. Lajmin e bëri me dije kryeministri Edi Rama gjatë komunikimit në rubrikën Sy me komentuesit në Facebook. Vetëm të shohësh vizitat që bëhen sa krerë shtetesh kanë ardhur për herë të parë në historinë në Shqipëri. E ka kërkuar të vi përpara samitit kryeministri britanik. Asnjëherë një kryeminist britanik nuk ka ardhur në Shqipëri për vizitë zyrtare. Ka ardhur një herë Tony Blairi për të shkuar në Kukës, kur ishte kriza, por nuk ishte vizitë bilaterale. Është hera e parë që zbret një kryeminist britanik. Se përket situatës në vend, kreu i qeverisë u ndal të fillimi zyrtar i fushatës elektorale me 11 prill, ku nuk kurseu ironi ndaj këshilltarit amerikan të PD-s, Chris LaCivita. S'po bëj asnjë koment se erdhën zgjedhjet, do ta shohësh kush do zbresi e kush do bjeri. Një koment Rama kishte edhe për partitë e reja politike në garë. Mund të ishin gjërat shumë më mirë, dikush tjetër mund të ishte bërë shumë më bukur. Patjetër teorikisht mundet, po kush është këtu që mund t'i bëjë gjërat më mirë? Cili më trego, kush bufi Knetës? Apo kush? Apo ato moçalishtet e reja që janë krijuar rreth rrotull Knetës, që flasin me një gjuhë, që bëjnë të njëjtat lloje zotimesh, që kanë të njëjtat praktika, të njëjtat metoda, mlef. Kush? Nuk ka. Kështu që Rama foli sërish edhe për rritjen e pagave, duke thënë se pagat mesatare janë arritur 2 herë, duke njoftuar kështu se nga janari i vitit që vjen, minimalja do të shkojë në 500 euro.
Një ditë para nisjes së fushatës elektorale, Berisha deklaroi se opozita do ta mbrojë me çdo kusht votën në 11 maj. Sipas tij, Europa sot është e vendosur që Shqipëria të realizojë vetëm zgjedhje të lira. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se komuniteti ndërkombëtar si asnjëherë më parë po mbështet shqetësimet e opozitës në lidhje me zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Për të mbështetur këtë argument, Berisha shfrytzoi mbledhjen e një dite më parë në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian, ku u zhvillua një seancë dëgjimore për situatën në Shqipëri në prag të betejës elektorale të 11 majit, duke vënë në dukje se një mbledhje e ngjashme është zhvilluar vetëm pas përdorimit të dushkut në zgjedhjet e vitit 2002. Europa është e vendosur që Shqipëria të bëjë zgjedhje të lira. Europa është e vendosur të jap atë që meriton të gjithë atyre që kërkojnë t'i privojnë shqiptarët nga e drejta e votës lirë dhe tentojnë të kontrollojnë atyre vullnetin. Sipas Berishës, mbledhja një ditë më parë në Parlamentin Evropian tregon mbështetjen që opozita ka sot në Bruksel. Dje pasaporta europiane e Edi Rams u gris. Mashtrimi i tij me pasaportën europiane mori fund. Maskat ranë. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha preferoi të mos zbulojë detaje nga hapja e fushatës elektorale nesër në sheshin Nën Tereza. Problemi është se çifti dashurohet muaj apo vite, po e ka një ditë që ndryshon dhe paraqitet krejt tjerë dhe të gjithë, pavarësisht se i kanë pa qindra mijëra herë, vrapojnë të shohin atë ditë si çift, me kostumin e nusrisë. Ndaj dhe të gjitha surprizat janë nesër. Nesër në orën 19, Alianca për Shqipërinë Madhështore do të hapë fushatën elektorale. Mesazhin kryesor do ta jap kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe Kris Lasivita, strategu i fushatës së presidentit Trump në vitin 2024, i cili është strategu i betejës së Partisë Demokratike për t'u rikthyer në pushtet pas 12 viteve opozitë. Brenda javës pritet të mbyllet procesi vendosjes së fletëve të votimit në zarfet që do të nisen më pas diasporos. Komisioneri shtetëror Ilirian Celibashi ka dhënë detaje për procedurën që duhet të ndjekin emigrantët nga mbërritja e zarfit e deri tek kthimi i tij me postë. Ka nisur zyrtarisht sot vulosja e fletëve të votimit për diasporën për secilin qark të Shqipërisë. Procesi konsiston në vulosjen e fletës e më pas vendosjen e saj në zarfin A, ose ndryshe zarfin e parë të fletës së votimit. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi u shpreh se procesi pritet të mbyllet brenda javës që më pas të nisë edhe shpërndarja e saj. Po brenda kësaj jave, fundit të kësaj jave, ne do të fillojmë dhe procesin e dërgimit dhe shpërndarjes së zarfeve të postës për atë sasi që ne do të kemi bërë gati. Sipas procedurës së dakordsuar, postieri do të vijë deri në 3 herë në adresën e dhënë në ditë dhe orare të ndryshme. Dhe nëse nuk e gjen në banesë, do t'i lër një shënim që erdha, nuk ju gjeta dhe do t'i lër orarin kur postieri mendon që do t'i shkoj herën e dytë. Nëse edhe herën e dytë nuk arrin ta kontaktoj, do t'i lër një shënim për herën e tretë dhe nëse edhe në herën e tretë nuk ka mundësi që të puqen orari i postierit me orarin kur votuesi është në shtëpi, do t'i lihet një shënim votuesit duke i thënë që dokumentacioni zgjedhor i dërguar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri gjendet në zyrën postare numër kaq, kështu që mund të vini ta të riqni. Por si duhet të veprojë votuesi pasi zarfi ka mbërritur në dorën e tij dhe ka nënshkruar voton në subjektin përkatës? Dhe në momentin që ka përfunduar procesin e votimit dhe ka organizuar atë dokumentacion sikurse është udhëzuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të telefonoj operatorin e shërbimit postar, pra DHL-n, në zarfin që ne i kemi dërguar, do t'i dërgojmë, do t'jenë numrat për të gjitha shtetet e shërbimit DHL-s. Ka gjithë kohën në dispozicion për ta lexuar me qetësi udhëzuesin që do t'i dërgojë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pavarësisht se votuesi mund ta ketë nisur zarfin me postë, ka një rast kur vota mund të mos konsiderohet. Çdo zarf i cili ka në vulën e hyrjes që i vendoset në momentin kur hyn në territorin e Republikës së Shqipërisë, ka një orë bazë edhe datë, mbas datës 11 maj dhe mbas orës 19:00, nuk i nënshtrohet procesit të vlerësimit dhe të numërimit. Pra duhet që çdo zarf të mbri para orës 19:00 të datës 11 maj.
Së bashku me zarfin që përmban fletën e votimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfshirë një udhëzues se si duhet të veproni, si dhe një numërator që ka kontaktet e postës për secilin shtet përkatës. 2 muaj pas arrestimit të tij me urdhër të SPAK, Erion Veliaj falenderoi ata që e kanë mbështetur gjatë betejës së tij me drejtësinë. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Veliaj akuzoi sërish SPAK-un se po mban në qeli pa prova. Doja vetëm t'ju falenderoja për mirësinë e mbështetjen ndaj Kaj dhe Ajolës, si dhe 2 nënave tona, 3 gra pa burrat e tyre, por me kurajo e dinjitet faljush që i keni gjendur pranë në këto ditë të vështira, shkruan Veliaj. Mëtej kryebashkiaku vëren se ndodhet ende pa akuzë për një anonimi që sipas tij nuk ekziston. S'ka dal askush që të kem korruptuar, ende askush që të më ketë korruptuar. Kush më njeh e di se në çdo ditë të punës time kam ndihmuar këdo, kudo e kurdo me ndershmëri, shkruan Veliaj në postimin e tij. Agjentët e BKH-s kanë zbarkuar këtë të njëjtën në Elbasan për të kryer disa kontrolle. Mësohet se agjentët ushtruan kontrolle të imtësishme në zyrat e disa kompanive dhe biznese të ndryshme, por ende nuk dihet se për çfarë çështje lidhet ky aksion. Me urdhër të prokurorit të posaçëm të çështjes, agjentët kanë mbajtur disa procesverbale për dokumente dhe dosjet që kanë sekuestruar. Një ditë pas sulmit me armë ndaj një gruaje dhe djalit të saj, policia e Fierit arrestoi autorin kryesor të krimit, ndërsa djali i tij 23 vjeçar është shpallur në kërkim. Policia e Fierit ka arrestuar një nga autorët e plagosjes së nënë e birë një ditë më parë në fshatin Ndërmenas. 66 vjeçari Ali Çimili së bashku me djalin e tij Afrim Çimili qelloi me armë në drejtim të Suzana Mërnicës dhe djalit të saj Hysen Mërnica. Nga të shtënat nuk pati të dëmtuar, edhe pse fillimisht u raportua se Suzana Mërnica ishte plagosur me armë, por nga ekspertiza mjekoligjore rezultoi se nënë e birë u lënduan nga goditja e motomjetit me të cilin ata lëviznin nga makina që drejtonte 23 vjeçari i shpallur në kërkim. Shkak i ngjarjes dyshohet të jetë një konflikt i mëparshëm ndërmjet 23 vjeçarit Afrim Çimili dhe 26 vjeçarit Hysen Mërnica. Pas ngjarjes, 23 vjeçari është larguar nga vetngjarja së bashku me babain e tij. Në vendngjarje janë sekuestruar gëzhoja dhe prova që do t'i shërbejnë hetimit. Gjithashtu është sekuestruar edhe njëri prej automjeteve të përdorur prej autorëve si dhe 3 celular. Një aksident i rënd ka ndodhur këtë të njëjtën në segmentin përballë urës së vjetër të Bunës në hyrje të Shkodrës. 79 vjeçari Nexhat Kraja, i cili po udhëtonte me biçikletë, është përplasur nga një autovetur. Pas aksidentit ai është transportuar me urgjencë në spital dhe ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Policia ka mbërritur në vendin e ngjarjes dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.